Elton, kemi pasur rikthimin e Egli Takos me një këngë, por edhe me një intervistë te Grita Duma. Si u duk? Si që më është dukur Egli për herë, që Egli është zgjuar, absolutisht, që është artikuluar, e kemi thënë dhe këtu bashku ka qenë në Big Brother, që mua më pëlqente artikulimi që Egli kishte. Më ka pëlqyer në muzikë vetëm në një rast që ka qenë ai me Olsi Bylikun, ish partnerin e saj. Më pëlqeu edhe këtë herë se t'i japim Cezarit çfarë i takon Cezarit, absolutisht. Dhe shpresoj që të bëj karrierë, shpresoj që të ketë gjetur mënyrën e dur për të rikthyer fuqishëm në skenë. Kemi nevojë për të tillë personazhe të pabërpis, do të thoja, realisht. Çfarë po ndodh mes Gjesit dhe Gimbos pasi duket sikur ka një pauzë në bashkëpunimin mes çunave? Çunat nuk është se kanë bashkëpunuar ndonjëherë bashkë, çunat janë shok shumë të mirë, kanë vendosur të lënë bashkëpunimin jashtë sepse nuk duan të përzihen punën me shoqërinë. Për mua është një nga gjërat më të mira të mundshme që ata kanë bërë, sepse po i le, domethënë, po se përzjeve punën me shoqërinë, apo shoqërinë me lekun, kur i themi neve më rëndom, është më e shëndosh shoqëria, është edhe më afat gjatë. Di që Gimbo ka një bashkëpunim me Adelina Ismailin, shpresoj të jetë një ripërpunim siç ndodhi ajo me Rezarta Shkurtën. Dhe shpresoj që të jetë i bukur dhe shpresoj që të vazhdojë shoqëria e tyre ashtu siç është. Por që jo, nuk ka mosmarrveshje. Pak por e sigurt. Selin Gimbo vazhdojnë të jenë të dashuruar? Qift më të lezetshëm dhe më të bukur nuk ka. Më thënë, janë të dy, unë i cilësoj nga këto qiftet që t'japin dhe humor, t'japin pozitivitet, t'japin dhe humor, se janë të dy shumë të lezetshëm. Janë të dashuruar absolutisht. Nuk e di pse ne shqiptarët jemi mësuar që t'i ndajmë, t'i pajtojmë njerëzit çdo javë, çdo muaj, bëjmë nga një ndarje, nga një pajtim, nga një dram, se nuk jetojmë dot pa telenovelat indiane alla Matteo Brichena. Po jo, mirë, mashallah. Me që folëm për Mateon dhe Brikenën, si është dukur paraqitja e tyre, po themi në ekran si moderator? Po ai ka qenë një skenar që është vënë në lojë që ditën e parë, që një muaj para se të fillonte arena, më është dukur recituese Brikena deri diku për rolin që asaj i kishin lënë, pavarësisht se Brikena ka potencial dhe është vajzë që do më pëlqente më shumë që qenë spontane siç ka qenë në Big Brother sesa me skalet. Brikenës nuk i duhet skaleta, Brikena është vajzë që skaletën e hedh poshtë edhe mund të flasë edhe mund të thotë gjëra shumë të bukura. Më vjen keq që është përdorur skaleta sepse e ka ngurtësuar. Pastaj Matteo, okay, për pjesën e sportit ishte mirë, por më duk çike tepër pjesa e këngës që nuk e kuptova pse. Kemi dhe një çift, Klodi dhe Eliona. Si e ke parë si çift dhe besoni në dashurinë e tyre? Kjo pyetja besoni në dashurinë e tyre do na haj shpirtin gjithë jetës neve gazetarëve që merremi me showbiz. Nuk e di se si mund të përgjigjesh kësaj gjëje, po nejse. Besosh në dashurinë e tyre, duhet të jesh brenda dashurisë tyre, që ta kuptosh nëse duhet besoj pa apo jo. Se ne nga një herë jemi fanse të një gjëje të bukur të parë nga jashtë, po nuk e dim se si është nga brenda. Edhe një mollë mund të jetë shumë e bukur nga jashtë, por është e kalbur nga brenda. Ti beson që ajo molla është shumë e mirë dhe ta marrësh dhe ta hash. Por në rastin konkret për sa i përket Elionës edhe Klodit, për mua, unë kam thënë gjithmonë, ka çifte që janë jo vetëm të bukur dhe të dashur për publikun, por për mua janë çifte me aur hollywoodiane. Dhe siç ka qenë Luizi me Kiarën. Tani unë shikoj Elionën dhe Klodin si një lloj siç unë shikoj Victoria Beckham, David Beckham apo Angelina Jolie, Brad Pitt. Njerëz të bukur që ke qef jo vetëm ti shikosh, po edhe ti takosh e ti njohësh. Dhe rrallë herë showbizi ka të tilla çifte sepse siç e dim shumica janë të shtirur. Kështu që këta
të paktën për mua 3 çiftet më të besueshme, absolutisht është Luizi, Kiara, Klodi, Eliona, Selin, Limbo. Vë një pikpyetje të madhe tek Mateo dhe Brikena, duke pasur parasysh të gjithë skenarin që përdorën për 3 muaj rresht, edhe që i lodhën njerëzit realisht, ndërkohë që ka qenë krejt e kundërta asaj që kanë shitur. Kështu që jo vetëm që besoj tek këta të dy, tek Klodi dhe tek Eliona, po i dashuroj realisht shumë, sepse janë njerëz në përgjithësi, janë dhe njerëz shumë të mirë dhe njerëz shumë të komunikueshëm. Në meziç po pres të shikoj si do t'jenë në Supernova, sepse janë pjesë e ka. Ku flitet se ferma VIP këtë vit, këtë sezon do të filloj shumë më shpejt se ka filluar sezonet e kaluara. Pse kjo zgjedhje dhe sa i vërtet është lajm? Ne kemi reality show boll mjaftueshëm. Një këshill, nëse mua do më kërkoni, do t'ishte jo, mos e bëni. Mos e bëni sepse do i lodhi njerëzit. Do ta fillojnë në vjesht. Arsye pse? Në vjesht fillon Big Brother VIP Kosova, në vjesht fillon përputhje, në vjesht fillon Ferma VIP, në fund të dhjetorit, fillim të dhjetorit fillon Big Brother. Tani dëgjoj, ne jemi 2 milion njerëz. Sa shikueshmëri televizive kemi neve, po çfarë drejtin do t'i bësh publikut, pse do t'i lodhësh? Pse do më thënë, kam përshtypjen që kjo lufta që ti marrësh audiencën, ti e para njëre këtë pa mundur ti marrësh audiencën Big Brotherit. Big Brother në momentin e tij më të keq, prap ka audiencë më të lartë se sa ty, sepse njerëzit janë fanatik të Big Brotherit. Ti ferm VIP nuk mund ta bësh Big Brother paralel, sepse në momentin që ti e bën Big Brother paralel, ti ke dështuar sepse do të jesh thjesht një kopje e Big Brotherit real. Tjetra, unë shpresoj shumë që të mos jetë e vërtet, shpresoj shumë mos ta bëjnë dhe shpresoj shumë ta bëjnë atëherë kur është për të bërë. E jo, hajde ta bëjmë tash për të konkuruar apo për të marrë shikueshmërinë Big Brother, se kjo është ignoranca më e madhe. Po shpresoj shumë që personi që do merret këtë vit me gjetjen e banorëve të fermës VIP, të mos jenë të njëjtët njerëz që futen shoqëninë vitin që kaloi. Dhe i bëj thirrje publike Vita Productionit dhe Olta Dulakut që të marrë një staf jashtë kësaj fushë, jashtë këtyre njerëzve, për të përzgjedhur castin e fermës VIP. Realisht, jashtë Vita Productionit, jashtë Vision Plusit, jashtë rrethit shoqënor, Eraldo Rexho, Arbana Osmani, Eduard Grishaj. Sepse do përfundoj një lloj si kjo ferma që kaloi, që u bë për i bret Zotit me shoke e me shoqe edhe nuk kishin frikë, thonin diçka se çoheshe burri i shoqes nga jashtë, e vinte vllai i asaj tjetrës, e vinte shoku i atij tjetrit, ai tjetri e kapte këtë, një tjetër ikte dilte nga ajo, nga gardhi e këta e fustin këtej nga ana tjetër. Ca marrëzira që, domethënë, unë nuk e di realisht. Edhe për mua kjo ferm ka pasur sukses për zhurmën sepse është komentuar shumë. Ata ta e din për faleminderit ne, po dhe t'ja din për faleminderit Moza Ahmetit që ishte fenomen. Po edhe Big Brother, një herë pati fenomenin Luiz Elli. Pjesa tjetër pastaj ishin të tërë kopjet e shëmtuara të Luiz Ellit. Kështu që kam përshtypjen që edhe ferma tash do dali në një kopje e shëmtuar e Moza Ahmetit, se është mania për të kopjuar. Do t'isha kategorikisht kundra kësaj gjës bërjes në vjesht. Kategorikisht, për mua është e tepërt, është idiotizëm dhe është falimentim i projektit. Një nga projekteve më të bukura realisht që këtë vit fatkeqësisht u humbi konceptin sepse u kthye realisht në një Big Brother paralel. Çfarë pritet të ndodh me një dosje që thuhet do publikohet dhe ka të bëjë me eskortët e Instagramit? Çfarë është kjo dosje dhe ku do publikohet dhe kush e ka si dosje? Kush e ka si dosje nuk ta them dot sepse ka janë njerëz ata që kanë punuar për atë punë. Do publikohet së shpejti në një nga portalet më me zë në Shqipëri, që është Publiko, edhe ka pikërisht të gjë. Ka këto vajzat e famshme të Instagramit që ka një hetim të hollësishëm si punojnë, çfarë punojnë, me kë punojnë, sa paguhen personazhe të caktuar që kanë pasur persona të infiltruar, pamje filmike,
mesazhe, çdo gjë do publikohen së shpejti dhe janë goxha shumë. Gjithë këto influencerët edhe gjithë këto personazhet e showbizit që shiten si shumë të shtrenjta dhe si shumë vipe së shpejti gjithë madje ka ardhur koha që të ketë një katarsis, ka ardhur koha të ketë një vet pastrim të showbizit dhe të ketë një vet pastrim të fjalës personazh publik, i fjalës VIP, i kësaj influencer. Këto, të gjithë këto përfshin aq shumë personazhe, janë personazhe aq të njohur, janë vajza aq të njohura të showbizit dhe të ekranit, sa që juve nuk e imagjinoni dot. Dhe realisht, kur të shikoni video, fakte të pakundërshtueshme, s'është e pamundur, po, se si qasja e tyre është karshi bizneseve, partnerëve, si ata one night stand dhe si ata që mund të kenë pasur në krah. Është shokuese. Po ju them vetëm një rast, një nga këto vajza, ndërkohë që bënte influencer në thojza, kryente edhe eskortim në jugun e Shqipërisë, vetëm për sezonin veror, ka fituar 60.000 euro. Dhe është një personazh shumë i njohur. Realisht. Pra pritet që vera të jetë e nxehtë, jo veç po themi për Fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës do të jetë tërmet në showbiz. Jo më fal që të ndërpres, ajo nuk ka reaguar që nuk është e vërtet. Asajt nuk i thjesht nuk i ka pëlqyer termi që unë kisha përdorur në një video sqaruese që vajza në fjalë kishte bërë, thonte që nuk e kam problemin se neve të gjithë ndahemi dhe lidhemi me njerëz tjerë, theu mua thjesht nuk më pëlqeu termi që ishte përdorur, sepse për të fjala dashnor i jetës, neve kemi dashnor dikon. Si mund të quhet ofendim për shembull? Neve dashnorin e kemi emër. Ka ndonjë gjë të keqe. Ti thua tjetër që ke dashnore e jetës, dashnore e dashnisë, dashnore e ushqimit, dashnore e partnerit. Çka ka të keqe këtu? Se nuk e kuptova. Dhe fjala tek ajo ishte që ajo vetë reagoi duke thënë që unë kam këtë termi dashnor. Se me sa duket e duan partner të dashur, bashkëshort, bashkëtuesa, nuk e di se si e duan këta. Megjithatë unë pra për sa kohë sipas informatave të mia, personi në fjalë është midis dy zjarreve, për mua është dashnor. në fakt pas kësaj zhurme që bëri në media deklarata jote qoftë, por edhe reagimi i saj, Francesca vjen me një njoftim që do bëj një dokumentar, ose e ka bërë një dokumentar. Qesharake. Të gjithë bëjnë dokumentare kur arrin një moshë të caktuar dhe nuk kanë mos e çat prodhojnë. Francesca, të gjithë bëjnë dokumentare pas vdekjes, të gjithë bëjnë dokumentare pas kanë bërë një sër ciklesh, nuk e di, të suksesshme kinematografike, muzikore, art, vizual, konceptual, çdo lloj gjë të mundshme të artit, politikës, sa nuk e di se çfarë, apo dhe shkencor. Vetëm Francesca Murati, pasi reklamoi 50 çanta falso, del tashti dhe thotë që do bëj një dokumentar për të thënë të vërtetën. Ku di unë i shkreti tash se si ti marrësh këto? Ktu domethënë është mirë që i ka marrë koka erë këtyre njerëzve, mirë që e quajnë veten aq VIP sa që nuk di domethënë se a ka limit një herë kjo gjë? Se realisht nuk po e kuptoj. Kanë fillu bëjnë i duket vetja Victoria Beckham, duket vetja Kim Kardashian, a nuk e di se çfarë i duket vetja këtyreve që kanë janë 20 vite në treg edhe tani më në fund, domethënë populli është sy e vesh te këto për të parë se çfarë kanë bërë këto gjatë jetës, ndërkohë që këto se kanë nisur akoma jetën. Kjo më shokon me këta, domethënë jam shumë i habitur dhe shqyr gjeti rastin që foli dikush për të që kjo të deklaroj që po bën një dokumentar për veten. Po dokumentar për çfarë? Për të na thënë që unë lash burrin dhe jam një tjetër. Po kujt i intereson? Këto janë gjëra që i dinë që të gjithë.
Kam parë së fundmi edhe një lloj qëndrimi që ke pasur ndaj influencerëve të cilët kanë protestuar kundër kryeministit Rama, pra qeverisë lidhur me po themi mënyrën se si u zhvillua gjithë pjesa e projektit të Zvërnecit dhe për prezencën e tyre në koncertin e Kanye West. Pse duhet domosdoshmërisht që dikush që ishte kundër Ramës nuk duhet shkonte te koncerti i Kanye West? Tani protesta ishte kundër Zvërnecit apo kundër Ramës? Njëherë duhet mos sqarosh të gjë, sepse për influencerët që po flas kanë qenë influencerët që ishin kundër Zvërnecit. Në fakt protesta nisi si kundër Zvërnecit, pastaj njerëzit Çdo gjë që filluan ta niset për ndërtonin dhe groshë kundër do Ramës. përfundon. Si çdo gjë në Shqipëri që niset për kadaife përfundon vetë grosh. Ideja ishte këtu. Ti për sa kohë mua më del dhe më jep mend që kjo qeveri është e inkriminuar, që kjo qeveri me taksat tona është duke bërë një koncert, që kjo qeveri po mundohet na hedhë një syve, që kjo qeveri po bën këtë dhe normalisht jam mos e dakord me këto pika. Dhe pastaj të më dalësh, të më bësh video dhe të më hedhësh video nga koncerti i Kanye West, pikërisht që siç ti the deri dje, ishte bërë me taksat e fondit të emergjencës. Tashti më fal, po kë duhet të besoj? Të besoj atë që dje thoshte kështu apo atë që dje bënte këtë? Të kam thënë unë e kam thënë që ditën e parë. Të gjithë këto turli influencerash në thojza, se këto i vetëm veten influencojnë, se nuk influencojnë kërkën tjetër. Shqipëria nuk ka treg për 200.000 influencer. Shqipëria nuk ka treg të influencohet kaq shumë, se në Shqipëri ne influencohemi nga mami, nga babi, nga daja, nga halla, nga xhaja, madje edhe nga komshiu që kemi ngjitur, po jo nga këto teletubis që kemi neve për influencer. Tashti e para kjo. Si fillim njërë këto duhet kuptojnë që s'janë influencer. Një. E dyta që ti zonjë dashur duhet mbash një qëndrim. Këto kur së mbajnë një qëndrim për produktin që i bëjnë reklam, po të marrë një shembull, një nga këto influencerët që kërcente djathtë atje para 2 ditësh atje dhe bënte si e të shmendur, sikur kishte kap qellin me dorë. Po të jap një shembull, ka reklamuar brenda një muaji 5 lloje të ndryshme firmash kremi. Tashti, nëse ti quhesh influencer, ku ja bën trurin tjetrit turli dhe nuk di se çfarë po i reklamon, po mjafton të marrësh lekë si e babzitur. Ato lekë që ti as nuk i ke deklaruar ndonjëherë. As ke për të paguar ndonjëherë taksa. Se që ti je influencer, nëse ti e quan influencëllëkun tënd profesion, ti zonjë ushë dashur dhe ti zonjë dashur, apo ti kushdo qofsh, duhet të japësh kontributin tënd, siç e japin firmat që t'japin ty lekët, që ja zëk edhe atyre se ta japin pa faturë. Ja zëk edhe ty që nuk kontribon në financat e shtetit, në arkën e shtetit, sepse duhet paguash taksat e tjera e tjera. Këto lloj influencerësh janë të pabesueshëm për një produkt kremi, llogaritë mund të jenë besueshme për gjëra kaq të mëdha sa qeveria, edhe qeverisë, Rama, Berisha, Begaj, njëra më kishte dalë më bënte ironi ku e kam presidentin dhe qeshte ha, dhe ndërkohë protestonte dhe bënte si e kërcënuar, po koncerti nuk e lava vajtër, të lutem shumë. Mes 60.000 vetëve nuk u ndje e kërcënuar, çuditërisht. Ama për të marrë ca follow në Instagram dhe për të rikthyer edhe një herë në sken, unë ndje e kërcënuar. I përgëzoj të paktën që një pjesë e tyre kishin vajtur në Zvërnec, se si ato me kaçorrela, si ato pa kaçorrela, të paktën minimalisht mësuan ku ishte Zvërneci. Elton, po në këndvështrimin tuaj, kush mund të jetë një influencer? Pra çfarë kushtesh duhet të plotësoj një personazh që të quhet influencer? Duhet me influencosh, duhet më bësh ti që unë ta marr për mua,
Për mua, dy influencere që unë i njoh edhe kam respekt absolutisht për punën që bëjnë dhe që po korrin sukses në punën që bëjnë, janë Ditea Berisha dhe Sara Berisha. Mbase nuk janë këto gocat e zhurmshme nëpër televizione, nuk janë këto gocat që bëjnë rrëmuj lart e poshtë apo të bëjnë këto skandalet mediatike siç këto të tjerat preferojnë që t'i bëjnë, sepse i duket vetja shumë interesante këtyreve. Këto të dyja motra, po ecin me një linjë të caktuar, jo që nuk janë hapur e nuk janë stërhapur siç përhapin këto me 800 lloje firmash brenda muajit dhe ti nuk e di se ku do bësh, se çfarë do marrësh dhe çfarë nuk do marrësh. Sepse ndërkohë që ti shkon për të marrë atë që ajo të ka thënë dje, ajo të nesërmen ka dalë me një film tjetër, ti rri dhe thua, ore prit një sekond tash, kjo është po tallet me mua apo çfarë. Kështu që para preferoj dhe realisht mendoj se për mua dy influenceret më të suksesshme në Shqipëri për momentin janë Ditea Berisha dhe Sara Berisha, sepse janë të vetmet që kanë mbi 3 vjet që ndjekin të njëjtën linjë biznesi që kanë pasur që nga dita e parë. Elton, Sepse në Shqipëri ka një problem që quhen influencere, këto që dalin me gjoks jashtë me vithe jashtë, sepse klikohen nga turma se të vdesin të shohin çiktul, po jo se shesin, këto nuk shesin. Këto shesin thjesht trupin, imazhin, pamjen, po jo se shesin produktin. a ka pasur Influencer personazhe është ajo që po, A ka pasur personazhe që kanë dalë në shesh dhe me reagimet e tyre kanë influencuar njerëz që të dalin përsëri në shesh? absolutisht zero. Njerëzit kanë dalë shesh sepse janë influencuese, i ka vajt si kampanjë, se në kockë, si ka vajtur, s'kan dalë në shesh se doli Fatma me kaçorrela apo doli Fatma pa kaçorrela. Tash të lutem shumë, nëse ti mendon se 100.000 njerëz dolën në shesh se ishte Fatma, ishte Fioralba apo ishte Dea Michel, apo ajo tjetra Rizarta Hoxha, këto që marrin kameraman me vete që të duken bukur kur ta hedhin në Instagram, tash të lutem shumë, po jo, atëherë quhet protesta pas ka qenë paçavure, nëse unë mendoj që këto njerëzit janë influencuar nga ato. Le njerëz që se mendoj fare. Njerëzit kanë dalë atje për hallin e vetes, kanë dalë për kashorrelat e asaj, apo flokët apo fustanet e X-it apo Y-it. Njerëzit kanë dalë që i ka vajt si kampanjës. Njerëzit kanë dalë se nuk durojnë dot më arrogancën. Dhe njerëzit kanë dalë se ka ardhur një pikë që të thuhet mjaft është mjaft. Po ç'lidhje më kanë këto? Ku janë sot këto? Ku janë? Ai shef Gjokundi apo dalin në doli dhe kjo moda tash që hajde bëjmë review negative, hajde shajm. Ke frikë të thuash një gjë apo një mendim ndryshe, sepse të turren një armat e caktuar anonime që qarkullon nëpër Instagram, Facebook, TikTok etj, që të shajnë e të masakrojnë deri tek njerëzit që të kanë vdekur. Domethënë është kafshëri. Kafshëri, këtu ka dalë, domethënë, këta kanë dalë nga kontrolli komplet, këto lloj personazhesh. Edhe më duket shumë interesante se tani që që Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur që e majta ekstreme dhe mediat, portalet që kanë qenë të majta ekstreme gjatë kohës së protestës do të hetohen, dhe kjo një deklaratë bërë dhe një shkresë që është publike tashmë dhe në internet nga Marco Rubio, sekretari Amerikan i Shtetit, keni për të parë se si do zhduken këto me sekonda. Me sekonda. Se realisht është abuzuar në mënyrën më ekstreme të mundshme me një protestë që nisi si protestë drejtë dhe nuk u mor vesh pastaj se çfarë ishte duke ndodhur. Në këto influencerët kam qef të shoh kur të fillojnë të përballen pak me këtë të dhënurën llogari për kë e kanë bërë dhe pse e kanë bërë, se do më pëlqente shumë. Më vjen keq që do digjet i njohim me thatën se ka njerëz që e kanë bërë hajt për të pasur sa më shumë ndjekës, ka portale që e kanë bërë për të që kanë të gjithë pre lloj skeme ekstremiste të majt, po zjarri nuk pyet se këtë djeg.